Çfarë shembulli të kolar vipa, vipkë, çfarë ky pip, çfarë vipit ky? Apo i thash. Sa problem? Thithë unë, mos sa i gryt. Thithë unë. E vidi. Seno i thot Kristit çfarë vipi jetir, sepse Kristi ka i futi goda hudhre në për krevat, hudhra në god, i lagu krevatet dhe gjëja më shëmtuar që ka bërë Kristi, që është e vërteta, duhet jemi realiste kjo pjesë, që doli nga vetja që i derdhi birrën Caseyt. Është për mua gjithmonë e kam kritikuar këtë lloj veprimi, të hedhësh alkool në trup është gjëja më e shëmtuar që mund të shikosh nëpër televizione, nëpër formate, apo të hedhësh dhe ushqimin, qumshtin apo ku di gjëra tjera. Okej, hajde se me ujë është gjë tjetër, nuk është se ka në dëmtim, kush e di qa maksimumi do të prishi make-upin, frizurën apo do të njohmi rrobat. Por të lagësh me alkool është një përgjegjësi e madhe që për mua duhet dënuar. Kjo gjë nuk e justifikon se cila ishte arsye që e çoi Kristin të bënte atë veprim. Shumë bukur, Kristi mundet që të duronte, për shembull, do të ishte më e denjshme. Por, duke reaguar ashtu nuk është se e bën më pak fajtor se sa arsye që ai pse e ka bërë. Por, ti thot se në Kristit për shembull, çaj vip, të paktën ne e dim shumë bukur, e njohim, është këngëtar, ka studiuar për muzikën, e ditë këndoje, ka bredhur nëpër koncerte, ka bredhur nëpër shtete ndryshme. Pra e njohim një pjesë e mirë e shqiptarëve, e njohim, por të marrësh për shembull ti vësh në kandar, në peshore se kush njihet më shumë Kristi apo Seno, mendoj që Seno nuk njihet fare, nuk e di fare, domethënë nuk e kam ditur derisa hyri në Big Brother, nuk e dija ç'është e vërteta. Kështu që ti jemi realist dhe të flasim ashtu siç duhet.